Sytë e tu, me gjithë drita që kam parë, me gjithë trezear, me gjithë lumë liqenet plush shëmbëllej. Sytë e tu, qesh atje fytyra ime, shket një vargë me këzime, fluturon një pulva, unë e ti të panda ti detim. Unë lëndërta Ja erdhëm dhe do ikim lajë Lumëturi e gjatë dhe fillestare Që tani gjokset po t'japim Rrugët tona mbushen me petale Ja erdhëm dhe do ikim lajë Lumëturi e gjatë dhe fillestare Që tani gjokset po t'japim Rrugët tona mbushen me petale Sytë e tu, mirë mëngjesi, mirë se erdhë. Mirë mëngjesi juj. Juj? Mirë mëngjesi juj? Kështu thojnë Shqipëria mes me mjesi juj. Interesante, jo se pas kemi gjuar, po nga si do mësojmë shumë të reja. Mirë se erdhët. Data 12 nëntor, sot i iku dhe nëntori. Qa do të thotë, qa është 12 nëntori, kështë më vëmen? Po pëse në përnë kështu dilemash? Se dimi? Po s'po na vjen. Lje po shaka kotale, s'ka gjë. Fillu më kuptu, Krisa. Brava, si që në. Thashtë dhe më ishte. Ma ka bërja 20 herë këtë skepë për të kam kapë. Dhe si s'keni turp që se dini qa është 12 nëntori. Imagjino që 12 nëntori... Po, bëri presioni këshu, Po. Imagjino t'je në datë rëndësishme historike shqiptare. Po, dhe limna. Dhe ti ta kesha. Qa është 12 nëntori, po, ta ma. Sot në arru. Në qatë do nëzire një 20 ditë ndërkombëtare, në sensi qa ka ajo datë. Se sa herë e pyes gjithmonë më thotë, ka të bëj me këtë, me këtë, me këtë, me këtë. Ta le gjithmonë barë, po. Po, në një ditë lullë. 12 nëntori, do të është dita 316 e vitit. Wow! Faleminderit shumë, e 316. Dhe 317 në vitet e brishta. Se varet, ka disa ditë. Interesante, po tjetër? Iso e kishë Shqipëri, da qëtare e pëndodhë pas 20 nëntori. Fetar nuk se ka në gjo. Pra, s'ka në gjo. Dita botërore kundër pneumonisë. Okej. Okej, këto ka një do me thënje çdo ditë të caktuar. Po, di që është një kalendar që ka çdo ditë, do me thënë, një gjë të rëndësishme. Kalendar që i ka të shënuar, çdo po. Në 365 ditë të vitit, çdo ditë ka diçka specifike, cilë ti mund të festosh ose mund të marrësh një informacion. Siç është kjo pneumonisë për shembull. Sa do doja që gjitha këto ditë ndërkombëtare të rezultonin në pushime festive. Sa pushime zyrtare kemi në Shqipëri? Sa i bie me ditë? Nuk e di, po shumë pak. Shumë pak. Në vit mos gaboj diku te 1 muaj llogaritur gjitha pushime, dhe verore dhe festa. Jo flasim për ditë të veçanta, se zakonisht. Për ditë veçanta një është thjesht dita Ashure, dita kësaj, dita asaj. Që janë përshirë. Nuk besoj se bëj një muaj, nuk besoj se. Vetëm në shkolla i kemi pas bërë këto. Po ka diçka se për shembull nëse i bie të dielën ajo festa, në shkolla bëhet hënën pushim. Kjo është super ligj, nga pëlqej gjithmonë. Kjo është me thënë drejtë, nuk e di kush e ka projektu, kush e ka bë, po. Po edhe nëse binte në ditë javë, bëj fest, aktivitet, 1 orë, 2 orë, hikim gjë në shtëpi. Qa qefi, na çuat, na bët nostalgjik me këto fillime. Po. Nuk vinë më ato kohë për moshën tonë, jo. Ne tani nuk kam na thoni do e kërkoni fëmirin, po. Të thoni të rritemi, të bëjmë ndëjmë dhe ne. Ditët e festave ne i kemi punë, shumë fish punë, sidomos në profesionin tonë. Nuk shijojmë do të me asgjë, por e shijojmë së bashku. Sidomos për festa ka programe festive që ne jemi pranë djegësve ta. Mundojmë të ftuarit për këtë rast vit. Edhe ata mos të festojnë, po të festojnë këtu me ne në studio. Po, ku ka më bukur, Nëse me gjatë, ne mund ta kemi ditë punë,
Po, e rëndësishme është që jo për t'ja bërë zili njerëzve, po ne në orën 9 marrim punë. Do thonë ju, nuk është se marroni tamam se ju deri në orën 12 prapë jemi në përzyra duke... Edhe më vonë. Po, unë shkoj edhe më vonë. Nga shtëpia, po. Duke projektuar ditët në vim, por që... Prapë, kemi ditën para, me thënë drejt. Po, kemi lirshmëri aksionit. Është që tjetër që ne zgjedhëm flem gjumë pas punë. Është përgjësia jonë, kupton është. E tjeri, lumë se Me ti. gjithë atë, po. Ike në Durrës ti boj. Se Romina po thoshte dje dua të shkoj në Durrës keq fare. Kam 3 ditë që përpishem të iki në Durrës, prap nuk kam Të shkuar. lëm punët. Nuk më lëm punët, më lën angazhimet, bëhem unë, nuk bëhet 30 minuta largës me shkon në Durrës se sa 3 në Tiranë. Po janë Ka, orare për shumë që nuk e ndryshme. shku, se ka qenë koha keqe. Sot e tu t'ja hap koha. Moti do jetë shumë e mirë. Mudi është shumë i mirë. O, të i. Moj Krista. Shiko. Mudi thash mo. Mudi. Gjendja. Pra, mudi nuk përdoret në Po, Shqip. po. Mudi është... Mud. Nuk është shqip. Kam përshtypjen që e përdorin. Nuk ka Ka që më të përdorin bukur se sa tani. deti në shqip. Dhe unë do kësha shku me shumë qef, po qa të bëj që shoqënia ime dhe njerëzit që më rrethojnë mendojnë si ti. Deti në Nuk shi përshtypjen. apo Nuk ju shi në pëlqen. det? Deti në shi. Okej. Do më thënë dua të Po, shoh ka të bukur. detin se si është kur bie shi. Shiko, Po që në shiu tërbullira. është i bukur, për sa kohë je në shtëpi e që jo, nuk kena gjë aktivitet për të bërë. Po që shko, po ikën për dalë në Durrës e thu në shion shiu. Ku do shkosh? Mjafton të ulesh në një bar që mund t'jetë me xhama, që ti je mbrojtur nga era, nga gjitha dhe ti shikon stuhin aty përballë duke medituar. S'kam për të kuptu kur. Kot fare, mirë. Okej, ju qa bë dje gjë më interesante? Asgjë Unë pa vogël, një me aktivitet ca gjëra të vogël, mira. lidhë muzikën, pa asgjë tjetër interesant. S'është interesante muzika për ty? Asgjë tjetër interesant. Okej. Do më Jo, se vazhdo nga muzika kishte tjetë asgjë interesante. Është duke qenë se Muzika ti e ka do t'jetë dhënë punë interesante për vetëm gjithë profesion. Po. Për mua. Okej, mirë, interesante. Po të Shumë bëjmë interesante. si javës, Romina, fundjava është ajo që ne jemi çik si më të qetë, se e dim që edhe po qëndruam deri vonë jashtë, e dim që ditën tjetër jemi Pushim pushimi dhe në gjumë. shijon. Gjatë javës kam se frika të dalim. Kam fillu të i marrë benefitet të saj punës. Pse? Se isha tje në aktivitet si shtash në një televizion tjetër dhe Ç'kjo trat ti? edhe po, edhe gjithë po më trajtonin kështu, të mbaroj shpejt ky se të shohet në 4:30 mëngjes. Sa Ti ke shpejt ky mirë, të mbaroj po. punën. Kështu ndjesh Të mirë. lan apo prap të lan? Ndjesh qik në mosh, por në të njëjtën kohë ndjesh mirë. Po më lan, po çka se ndodhen ca gjëra tjera, po më lan. E rëndësishme është solidariteti. Po. Mirë. Mirë, da nisim me pjesën e parë të programit, ku do na vinë 2 le të themi yje shumë të bukur. Miss and Mr. Junior krenaria shqiptare. Bëhet fjalë për Isabela Nikolli dhe Alteo Voci, të cilët kanë fituar këtë eveniment me producent John Mercuri, të cilët do na vinë në studio, na flasin pak për këtë event, për këta 2 bukuroshat të cilët kanë marrë këtë çmim që në mosh, kaq Nga të sa vjeç hershme. Janë diku lezetshëm. te 7 Ja më. deri në 11-12 vjeç duhet 12 të vjeç, jetë. Edhe Izabela do vinë këtu, do na flasin, siç e thash për gjitha këto. Unë kam shumë qejf që t'i shikoj pak në pasarela, më kujtoj një çik vetëm kur kam qenë e vogël, Sa kam bërë kinga një janë, ama. sfilat këtu me këto le të themi kurorat, çmimet që kanë marrë. Fakt, është shumë gjë e mirë për fëmijët që të ketë organizime të tilla, sepse kemi parë Miss Univers, kryesisht me gocat, por kur përfshin edhe mosha dhe çunat dhe djem të vegjël në këto evente, mendoj që ndihmojnë shumë edhe në rritje, nëse pëlqen ekrani, nëse pëlqen botën e modës. Se jo, t'janë hapat Mund e parë. socializohen, të krijojnë vetbesimin, të rriten. shumë gjë e mirë. Po, të kuptojnë veten, shumë gjë e mirë, edhe ne do marrim pak nga energjia e tyre sot, të Po, përpiqemi. na thonë prindrit ne, kohët tuaja, se kanë ardhur kohët tuaj, mund bëni çfarë do lloj gjëje, ne atëherë s'kishim. E po mira fati jon. Ja, unë për shembull për vete bëja këto me shoqet e lagjes të Miss Lagja, Miss Shkolla, kemi çka ka qaneve, qenë. Miss Tani janë Pallati. evente prestigjioze, bëjnë sfilata para gjithë ato njerëzve. Po, ka evoluar apo jo? E fillojnë karrierën që shumë të vegjël. Ne Rrim dhe maksimumi te kinemaja e qytetit bënë në sfilat. Më me një situatë ku... Jo, që keni me fat Era që keni parë pas dhe Po kinema. pra, se në lagje. Era pare dhe vetëm që bëra sfilatën në Ke shkretit. bërë sfilat ti? Po, Më isha raf me një një gocë. pikë.
Kam pas crush atëherë në shkollë, në klasë. Wow! Edhe dilem dorë për dorë, po qerat vegjel. Qerat vegjel, tot. Edhe në fund, si më thënë, rrugët që duhet përshkruani për të bërë sfilatën, ishte një tip bordure që e ndante. Re, more, nëse të gjithve? Jo, nuk ras, pa tje që ras, saj bordures me këmbë dhe pata një goditje kështu. Edhe vazhdove Edhe kërë pa, lartë. u duk dhe më thënë, nuk është se ras, nuk është se humba këtë libër, por që ishte shumë e sikletshme, për mu tash nuk që nga e shkruar të bëhem mister. Fati kishte rezervuar tjera gjëra për të. Pa tjetër. Mes tyre edhe muzikant edhe moderator. Po. Po, pa tjetër, shikon ti, që më imaginon të isha bërë mister. E pra. Mirë. Në bazë, na vjen në studio një vajzë që e kemi edhe kolege. Është Aleksandra Hoxhaj, është 24 vjeç dhe Aleksandra vjen sot për të na rrëfyer një nga historitë e jetës saj jo fort të mira dhe jo fort të lehta për të rrëfyer, por ajo ka gjetur guximin që me anë të rrëfimit të saj të kthehet edhe në një shembull për gjitha vajzat dhe çdo njeri tjetër që e sheh. Aleksandra po përballet me alopecin për shkak të stresit. Alopecia është një sëmundje që të paktën në rastin e Aleksandrës rezulton në rënjen e flokëve në disa zona. Një ditë Aleksandra zgjohet edhe shet vëre tek trupi i saj, tek koka e saj, flokë të rënë, copa, gjë shumë shqetësuese deri në marrjen e një diagnoze që ishte alopecia dhe gjitha kjo e shkaktuar nga stresi prej papunësisë. Ajo pati një kalvar shumë gjatë, pushim nga puna, mos gjetje pune për gati një vit dhe imagjinosje përballon një ri që ka studiuar, ka marrë studime dhe nuk gjen veten në tregun e punës shqiptar dhe pastaj kalon në këto sfida shëndetësore. Por ajo është mirë, është në trajtim tashmë, edhe vjen në rrëfen rrugtimin e saj. Mirë, në fund. Do të kemi stomatologen më intë për të momentit. Ajo quhet Aurora Celami, apo Celami? Me C, Celami, okej. Do të flasim pak, duke qenë se është nëna e dy fëmijëve, do të flasim pak dhe në rrëfej për balancën midis jetës së saj dhe punës, nga kurimi i buzëqeshësh për tjerë dhe shkëlqimi personal. Unë kam një bond faktikisht për të rregulluar. Do e kthejmë dhe në konsult, kam përshtypje. Doktoresha në fakt është shumë virale, është shumë e këndshme. Ajo përpiqet që në rrjetet e saj sociale përveç se që ndan këshilla për gjithë ata që kanë nevojë apo këshilla sa i përket stomatologjisë, ajo ndan dhe video nga përditshmëria e saj, nga looku i saj shumë i veçantë, me kaçurelat, me veshjet që ndjek edhe modën, po ka një histori më vete, se edhe pasioni i saj dhe dashuria e saj për stomatologjinë është e trashëguar nga babai, pra është brez pas brezi. Dhe dëgjojmë sot rrëfimin e saj kështu ëmbël, siç di vetëm doktoresha Aurora. Përgjithsisht, çfarë kam vënë tek stomatologët apo stomatologet që buzëqeshjen e kanë natyrale. Janë shumë të paktë ata të cilët kanë bërë vetë ndërhyrje ose kanë bërë dhëmbë siç bëhen sot me Nirës, Max. Dhe jo, po, përveç kësaj t'intiruajnë, për ato vetë nuk është se i hymë pak kësaj manis që... Po janë të zgjuar, janë të zgjuar. Po pra, po përveç kësaj, thash, është dhe fakti që se mund herë pas herë të ndikohet për shembull dhe klienti, që nëse si ka bërë dentisti, si ti besoj unë. Për shembull janë këto anët vizuale që ne i lidhim pak me psikologjinë tonë. Dentistët më të mirë janë ata që përpiqen të ruajnë formën fillestare dhe naturalitetin e dhëmbëve. Mua dentisti nuk më ka lënë për shembull. Po, edhe mua njëjtë, kështu që doktoresha Aurora është një ndër to që flet pamja për të. Mirë, në fund pastaj kemi recetën e Mirës. Hajde një. Çka ka bërë Mira? Pasta me brokoli. Sa të shëndetshme. Sa e mirë dhe sa e shëndetshme, plot ngjyra, ashtu siç di vetëm Mira ti sjell në një formë shumë moderne. Çfarë lloj paste që ka një interesant. Si quhen këto? Këto farfalle, ne i thonë në si fëmijë i thoshe flutur. Flutur e makarona flutur. Se janë si fjongo. Si fjongo, po, ose flutur, ose fjongo. Farfalle i thonë italisht. Farfalle i thonë italisht, po. Po janë shumë interesante. Nuk shikon, unë brokoli nuk është se konsumoj shumë, edhe bizelën, po duket shumë interesante si pjatë. Unë kam shumë qef brokolin. Kombinimi i tillë shkon. Në një lloj salce çfarë mund t'i ketë hedhur Mira, nëse duhet pa receta deri në fund dhe gatuani, provojnë në shtëpi tuaja se Mira gatuan për mrekulli. Po. Mirë. Një gati për horoskopin sot, shohim. Okej. Si të shkojnë dita djetë ty me akrepin?
Mirë, Mirë, nuk është rarë gjulekdje. Ç'ke? Pysim dhe Budën, Buda i gati për horoskopin sot. Ore, është fikur gjëra i shëriri Budës, apo më duket? Jo, më ndezur është. Se nuk po e shoh. Jeshtë. Tani se ishte fikur, se kemi bërë studio një tempull ku të ftuarit rrëfehen. Ka energji praninë e pozitive Budës. kjo studio, ka çdo ditë të them. Mirë. Ja, e shikon? Brava, Adi. Ja, Buda janë. Mirë. Nice, mirë, okej. Me energjinë e Budës kalojmë te horoskopi. Horoskopi me shpresë se do të jetë mirë. Ikim. Mirë, okej. Okej, nisim Me drejt. dashin. Me dashin. Partneri do përkujdeset më shumë se zakonisht dhe do ju bëj të ndjeni si në ëndër. Gjithçka do ecë sipas dëshirave tuaja. Beqarët do të kenë takime premtuese, por nuk duhet të nxitohen. Financat do të mbeten të qëndrueshme, do kryeni shpenzimet e nevojshme dhe madje do mund të kurseni diçka. Okej, Mirë. Financat janë mirë, beqarët kanë takime, por jo diçka që duhet nxitohen, partnerët pastaj. Do përkujdeset më shumë se zakonisht dhe do jeni si në ëndër. Ajde dishër çfarë fati Në sot. çift janë mirë. Mirë, dashi goxha mirë sot. Bravo, Dashi. Pa që fat. Demi. Pa shfatin e dashit. Pa çfatin e dashit? Marigos. Do dalëm titullin sot. Pa çfatin e dashit. Tregoni më të hapur dhe më të disponueshëm për partnerin tuaj, sepse kështu marrëdhënia do përmirësohet ndjeshëm. Beqarët më në fund do ndihen gati të pranojnë ftesa dhe të njohin njerëz të rinj. Financa do i menaxhoni me kujdes dhe maturi, duke ruajtur një gjendje të kënaqshme. Okej, mirë, më pëlqen. Financat e dyta shenjë që janë mirë, po më çudit. Mirë, Po e nuk tha është Elena se kjo janë. javë Do jetë mirë me lekët, ëh? Nuk është se Shtata. këti Na besoni. Demi nuk është se thot kesh Do t'i gjesh një gjë patjetër të shkretës. Ja, ma isha më mirë dashin, adini ratën. Më mirë ishte, po. Dashi kishte gjitha sferat mirë. Po. Beqarët do njohin njerëz të rinj, do dalin. Po në qift i ka disa këshilla horoskopi, por që Tregoni më të hapur thot horoskopin. Okej. Flisni, zgjidhni halle duke folur. Po, mirë. Binjakët. Lëmë për binjakët. Kemi për binjekrit. Në çift nuk do të ketë ndryshime të mëdha, por komunikimi është çelësi për të ruajtur qetësinë. Mos i lini gjërat pezull. Beqarët do të kenë disa takime interesante që mund të ndryshojnë jetën, por hidhni hapat ngadalë. Financat do të përmirësohen gradualisht dhe në fund të ditës do ndiheni më të qetë. Prap financat shumë mirë edhe te binjakët. Po i marrin financat shenjat e para. Ne nga fundi s'do ngelet, më duket. Po. Në çift s'do ketë ndryshime, prap komunikimi për zgjidhur gjërat. Që problem komunikimi. Që kanë të tensionuar gjithë shenjat, sidomos në çift. Duhet jeni pak më të shtruar për të zgjidhur gjërat mes jush. Beqarët, keni vëmendje sepse mund të jeni duke njohur personin e duhur dhe mund të merrni hapat e dur në jetë, por bash, slow. Okej. Gafurja. Gafurja ecën. Thuhet për gafurën. Fal ndikimit pozitiv të uranit, jeta në çift do të përmirësohet. Do rivendosni dialogun dhe do flisni me qetësi pa inat. Beqarët duhet të lënë pas të kaluarën e të fokusohen në të ardhmen. Mendoni mirë se çfarë doni përpara se të hidhni hapa. Financa do të jenë shumë të mira. Wow. Një tjetër shenjë shumë mirë me lekët. E çuditshme, nuk e di çka ka ndodhur. Koincidencë është shenja jote. Shpresojmë që deri këtu të jetë limiti. Uroj që të keni financa shumë të mira. Ka shumë të drejtë për këtë pjesën e përmirësimit të jetës në çift, edhe të dialogut. Ka shumë të drejtë, po, ka nisur. Edhe e t'i lëmi natët pas, mendojmë për të ardhmen e drejtës. Unë them qa thot kjo shenja tjetër, a mendon të njëjtin gjë apo jo? A luani, pa tjetër. Disa mendimi kam unë kam një mendim që kujtë nga ne të treve këtu i del mirë horoskopi, na detyrohet kafe dhe po.
Atyra që E ka marrë portofolin me vete sot për sërë. Jo, se pritë se mund të ndalin dhe ne shumë mirë, kështu që... Ja, po më tha financat shumë më të mirë, e keni nga unë sot. Ndajnë lekët sot. U tha u bë. Hajde. Iki. Ajde, kështu thoni ju kur jeni live. Ja, për zotin, ja. Do sjellin fotot nesër, prova. Okej, sot do keni shumë pyetje në lidhje me marrëdhënien tuaj dhe do përpiqeni t'i zgjidhni me partnerin përmes dialogut. Mirë, aty, komunikimin e keni. Është më mirë të sqaroni gjërat tani se sa t'i shtyni. Bravo. Beqari nuk duhet të pranojnë zoftes me sy mbyllur. Financat do jenë paksa të dobta, por ruani qetësinë dhe mos u dorëzoni. Dhe ndihmoj gaforja, ç'keni? Jo, po pas ka një arsye pse Luani s'jen nga mirë me financat, e kupton? Po pas kanë kaluar te gaforja. Ka qenë transaksion. Po. Bëjmë shaka. Luani. Mirë Jo, që në ditët e tij më të mira, Po por s'ka që... gjë. E merr veten shpejt Luani. Nesër e keni kështu on top me lekët, mos e vrisni mendjen. Ecim. Virgjëresha. Çfarë kemi për virgjëreshën? Yjet do të favorizojnë më shumë jetën sentimentale të beqarëve, të cilët më në fund mund të gjejnë personin e duhur. Çiftet do të kalojnë një ditë të qetë, pa debate, edhe pse pa shumë emocione. Financa do të kenë luhatje, sepse ju nuk pranoni të kufizoni shpenzime. Sa interesante. Po. Financat do të kenë luhatje se e keni fajin vetë. Jo, mos s'duan orë të Më pëlqen kjo, nuk pranoni të kufizoni. Do jarxhele jetë kam, thot Virgjëresha, do jarxhoj. Rrushe kumbull. Po, mirë, dakord, po. Ore, Prit luhatje. edhe mua më ndodh ndonjëherë kjo teoria. Sa më shumë të prishesh, aq më shumë lek merr. Ju ndodh juve? Jo. Sa mirë ti më vajzë. Varet Ku, si është. si e bën ti këtë? Ndodh ndonjëherë. Leku si e lekun, kupton? Ideja është që duhet bësh pak vend te llogaria jote apo te arka e kursimeve që të vinë Ka tjerat. boll Se vëndo. pos nuk hoq. Po ka vend sa të... sot. Ai Vetëm shumë. hapësira që nuk mungon aty, mendoj unë. Mirë. Nuk më eci. Vetëm hidh, vetëm hidh. Ecim. Kush është peshorja? Peshorja. Të peshorja. Do jeni në humor të mirë dhe të gatshëm për të zgjidhur çdo keqkuptim me partnerin. Beqarët nuk duhet presin që dashuria t'u vi vetë, ndaj dilni dhe kërkojeni. Financat nuk janë në gjendjen më të mirë, ndaj matuni mirë përpara çdo shpenzimi. Të thash që shenjat e fundit do vinë financat në dobësim, janë doli fjala. Nuk është mirë peshorja. Po, keqkuptimet në të shift paktën do t'i zgjidhni, do jeni më mirë, më të ngrohtë. Siç e thanë dhe shenjat e tjera, çelësi i zgjidhjes së mosmarrveshjeve është komunikimi. Flisni me partnerin, thoni troç ç'a nuk pëlqeni. Edhe ju beqarët dilni lëvizni, mos rrini në vend se nuk vjen te dera dashuria. Po. Si janë ato gocat që janë introverte dhe nuk paradalin, nuk e kanë këtë tipin social, edhe presin që dashuria t'u vi dhe bëjnë memen që një djalë vjen te dera dhe i bie derës, dhe hapin derën gocat dhe thonë kam pritur gjithë jetën, i thot ai, erdha për ty, jam dashuria jote. Jo, nuk ju vjen te shtëpia goca, jo, duhet dilni. Asa aty zgjohet nga gjumë. Po. Okej, ecim. Mirë, okej. Ku jemi? Jemi te akrepi. Çfarë thuhet për akrepin? Komunikimi me partnerin do jetë i vështirë edhe për shkak të kofortësisë që mund të lindin debate. Ndoshta do ishte më mirë të merrni pak kohë për reflektim. Beqarët do jenë joshës dhe do takojnë personin e duhur, sidomos në orët e pasdites. Syt 4. Financa do jenë të mira fal ndihmës së familjarëve, për familjen jote. Nuk ka ditë që ty nuk të thot për ndihma vullnetare familjare. Jam dëshmitare, nuk kërkon. Mos nuk të thot gjë, Krisa. Shiko, ky nuk është për mua, akrepët përgjithsisht janë... Po ti je përfaqësuesi tyre këtu. Se nuk ka rëndësi akrepër, rëndësi ka që jemi mirë në financë. Tani, më pëlqeu kjo, merrit pak kohë për reflektim. Çka ka një gjë tjetër tënde që ti do doje ta reflektoje edhe një herë? Unë me asnjë gjë. Unë marrëdhënie me Krisën, se ta thot për komunikimin. Po, jam rahat fare, jam shumë mirë. E Krisa, ka ndonjë gjë që ai duhet të kërkojë falje dhe të reflektojë? Jo. Nuk ka. Po përfitohë gocë, bjerë një falje si bin qafë. Ajde, thejtë si të herë. Qa të bëju me ju? Jo, nuk ka, realisht nuk ka, unë të them, në jam una që kërkoj diçka dhe ngulmit, kryoj qik dramën. Ka i qenë qik me nerva Je këtë shumë i periudhë. shëndetshëm ti, ta kanë thënë dhe psikologët, je shumë i shëndetshëm si natyrë.
Një mine toksike të dojë. Po, e di kështë e rëndësishme që rëndësishmja është që Isa e kupton dhe vetë, dhe më tha, kur ka diçka që nuk shkon. Kur ka diçka që nuk shkon të unë, fateti që ma shprejë më thot, por kur ka diçka që nuk shkon të ajo, merë magnezium. Por ndo të. Konsumon magnez. Pa të e ka për vete ajo, se ka kundrejt Për vete në, tha, po e marë për nervat. Mos bëti nxjerë, si ka të çantë. Për të nxjerë, është nervat e magnezit. Magnezi, se nervat i ke parë. Okej, ecim. Shqitari. Xhelozia mund të prish ekuilibrin në çift sot. Kujdes, partneri juto, mos e dyshoni. Beqarët do të kenë shumë mundësi për takime, por nuk do duan të humbasin lirinë e tyre. Financat kërkojnë një riorganizim të kujdesshëm. Prap keq edhe shqyrtari me lekët, por nëse pas keni pasur dyshime për dashurinë e partnerit ndaj jush, mos keni, sepse ju dashka dhe ju ka thënë horoskopi. Ma ka thënë horoskopi që nga burri për të drejt, në burri ju do të horoskopi për shqyrtarin, nuk mbajnë përgjegjësi për shenjat e tjera. Yes. Mirë, okej, ecim Britsjapi. Britsjapi. Çfarë thuhet për Britsjapin? Sot do kërkoni më shumë qetësi dhe partneri do bëjt çmos të plotësojë të dëshirë. Do kuptoni për mrekullimin njëri tjetrin, patjetër, padyshim. Sigurisht. Beqarët mund të përjetojnë vetëm aventura të përkohshme, por jo lidhje serioze. Financa nga ana tjetër do jenë të mbrojtura nga fati dhe do mund të shlyeni detyrimet. Pra qa keni ujë, drita, kredira, gjëra, keni të mbrojtura. Do i laj gjitha Britsjapi sot. Mirë. Në të shifë që jeni mirë. Do ja bëj shefin partnerin në thua ashtu dirë, në të shifë që jeni mirë. Për ta shkrisës, pra që jeni mirë. Që patjetër që mirë dhe jenë. Britsjapët do kuptoni për mrekullime njëri tjetrit. Unë se kisha tendencioze. Shumë mirë me leri këto. Ti në jep kafe sot. Unë nuk bëj premtime dhe thjesht për kafe tjere. Shte premtim më i madhë. Për çfarë? Për drek. Wow. Si lujti vetë. Ta mbaj mend të ditë. Se pushime nuk ju jap do të faj. Nëse borgje janë këto, tha. Okej, kalëm dhe shenja para ujorit. Ikim. Çfarë thuhet për ujorin? Mos e mbushni ditën me ankesa ndaj partnerit. Vizitoni me qetësi dhe gjeni zgjidhje. Beqarët do kalojnë një ditë të zakonshme pas surpriza të mëdha. Vetëm kujdesi dhe maturia në shpenzime mund t'ju shpëtojnë nga problemet financiare. Okej. Si që dijet, ujori deri diku, se ka shumë ndryshime. Aty është. Me sa po shohun të gjitha shenjat, nuk pas kam pikën e komunikimit. Ka shkej shenjë, nuk ka sot komunikimit për shenjat. Se këshilla e vetme është të gjeni zgjidhje vetëm duke komunikuar. S'flasin me nuk flasin. Ujorët beqarët sot bëjnë një skip ditës fare se s'qenja dita juaj. Nuk do keni asgjë sot. Nuk flasin me nuk flasin, po flisni me flisni. Flisni më po. Flasim. Komunikimi është... është Chelsea. It's the key. Shumë mirë. Peshi. E mbyllim me peshi, shpresojmë të jenë të mbarë. Me financës do jetë mirë. Jo, do qenë ka. Se ta shenja fundit. Po ti. Romina. Jeta në çift nuk do t'jetë e qetë. Partneri do ju kritikoj për sjelljet tuaja, ndaj përpishuni të reflektoni përpara se të reagoni. Beqarët rrezikojnë të besojnë personave të gabuar dhe mund të zhgënjehen. Dhe do të zhgënjehen. Megjithatë, fati do t'jetë në anën në tuaj në planin financiar. Mendova që peshit zohet se sot me lekët, por qenë kanë mirë. Qenë keq nga ana financiare. Po, si me thënë, gjëja mirë që pas kanë peshit, sot janë pjesa e financës. Se në qift pas kanë ca konflikte. Në qift po ashtu beqare do mund të bëjnë zgjedhjet gabuara, kështu kujdes beqare. E do zhgënjehen, po s'ka gjë se nga zhgënjimet mëson njeriu. Po patjetër. Po nuk patët eksperiencat e tilla, zhgënjeu një herë, dy herë, tre herë, s'do ta zgjidhni ju njeriu në jetës. Duhet ta dini shumë mirë se çfarë kriterësh doni tek ai çdo zgjidhni në final. Kështu s'ka gjë. Eksperiencat ju rrisin. Kur je beqar mund të bësh gabime, s'ka ne çam. Se s'quajmë gabime natë. Eksperjenca. Eksperjenca. Keqa rofenë. Në tuaj, sa i përket financave. Mirë, okej. Lek për të gjithë. Bëjmë një shkëputje të vogël me vizitarë vajzë. Ikim, sa mësoj tjeri këngët edhe. Po, edhe. Ikim.
Si nga kalove kështu para kohët e kënga, me si po priste. Ella. I pas ke zjetë shumë kleta sot. Kjo ishte kështu më. Si shte për... Ju me ndoni se unë nuk këndoj të live. Jo, nuk e mendojmë. Po, unë mendoj që ti të sjellësh fakte shumë të mira. Po. Kemi faktin e ditës. Fakti i ditës. Sigla. Pëlqen të mbaj kitaren. Okej, njerëzit nuk kërkojnë të vërtetën, por kërkojnë të ndihen mirë. Psikologët e Yale, Universitetit Yale, pra, zbuluan se shumica e njerëzve preferojnë informacione që konfirmojnë besimet e tyre dhe kur faktet janë të kundërta. E vërtet, deri diku. Po na lodhë të duke thënë vërtet. Thoni herë nuk besoj. Gënjeshtra të bëjnë të lumtur. Po pra, nëse, më fal pak, kush është ai njeri që dëshiron që ta dëgjojë edhe të vërtetën e hidhur, si që quajmë ne. Sigurisht ata gjithmonë kërkojnë fakte që i bëjnë të ndihen mirë, të vërtetat sipas mendimit dhe opinionit që ato kanë, qasjes që ato kanë, kështu që se sa erzjemi ne përgjithsisht, edhe ku bëjnë të debatin, se cili shikon anën që i intereson, pra që i bën të ndihet mirë dhe i bën të mendojnë që kanë të drejtë. Po njeriu duhet mësohet që jo gjithmonë me anë të informacionit të dushej egon, pra informacioni që ti merr mund të jetë edhe i gabuar ose po mirë, po ti gjën qasjen e parë ke për shembull ne gocat, momentin që qoftë pyesim edhe për një veshje dhe si të duket ky fustani, dhe çon një foto, ti pret që thotë duke shryll, duke shumë mirë, po se të pëlqen shumë. Aq më tepër kur ti e pëlqen vetë, ti pret një konfirmim të asaj gjëje. Tonë të pëlqen ajo gënjeshtra e bukur. Donjëherë me thënë drejtën, edhe kur jam veshur keq dhe ndihem keq, nuk dua të ma thonë një keq. Më bën kështu të, okej, leje, këton e di. Thjesht më thuj fjalë të mirë dhe kalo. Ky është rasti, po ndaj që ku dion çu them, ju që keni gati, që keni dakord. Unë për isa debati që keni dakord. Ç'është këtë dakord? E bëre për debatin, ja. Po jemi dakord. Kundra, ne pranojmë ti e mohon. Unë nuk e mohoj. E kundërshton më saktë. Po që kundërshton, unë kam sjell vetë si fakti. Po kërkojnë të ndihen mirë. Po njerëzit nuk duhet marrin informacione që të ushqejnë egon e tyre. Këtë sapo them. Jo, nuk duhet. E bëjmë gjithë. Por është e gabuar. Po normale ose ti duhet dish vërtetën, jo gënjeshtrën. Në rast se ty ai fustani të nxjerr më të shëndohet bie fjala, ose më ku diun, atëherë dikush do të ta thotë. Edhe po e ditën prapë s'na pëlqen. Ja, për shembull, mua Besiana ma bëri shefin tash se e kuptoj logjikën e gjës, edhe shkruan te grupi Romina që dalë yll sot. Ja, qesha, unë nuk naqa. Mirë, unë ta pres tirin për diçka. Për shembull, kur ka pas ndonjë ditë që ty nuk të ka pëlqyer si jam veshur, si jam dukur, mos ma ke thënë. Jo. Çunat e thon. Po kishte do të pse s'ta kam thënë herë? E thot më dhe e thot. Po ç'ke pra? E pra. Edhe kur e thot, si është reagimi im? Më vjen, mbas edhe mund mos pëlqej, kupton, po ideja është. Po, gjymota kundërshtoj. Ekziston një. Jo, ne nuk merr vesh ti. Kështu do themi. Kështu themi ne, nuk merr vesh ti, pastaj na shet ndëruara. Po. Se fillon na bluan. Po që kishte drejtë ai që nga ai. Po, fillon me analizë. Se trimendja shkon edhe më gjerë pastaj. Domethënë kujtohen gjithmonë fancat e Bigut. Që unë do i quaja fanca patologjik, pasi jo në konotacion keq, mbase, por janë të fiksuar pas një individi, kupton, janë fanatik, janë fanca. Dhe një individ dhe nuk i intereson fare në rast se X individ mund të ketë bërë një gjë gabim në shtëpi, nuk e pranojnë, as nuk futen fare në mendime që ta kundërshtojnë apo të thonë, ose kanë, unë mbështes këtë individin, por ama këtë e ka bërë gabim. Jo, nuk ndodh kurrë. Kështu që ky është fenomen shumë interesant. Që si mirë, si gabim, dhe gjë më të madhe të bëj, prapë ka të drejta ai, ka një arsye pse e bën. Do të gjithmonë i japi. E justifikojnë. Shumë çuditshme. E çuditshme është, po ja që ndodh. Ndodh. Mirë, pas faktit të ditës jemi tek scrolling. Scrolling. Scrolling on a river, Nuk është scrolling, është rolling. Po e di. Merë fund të ersi. Këto janë 4 shenjat e horoskopit që prirën të kenë fat
takime romantike dhe rritje financiare. Në fakt duhet të themi që përgjithsisht, unë nuk e di, kur ndahen ndonjëherë nuk më bën shumë lidhje me ato çka ne lexojmë përgjithsisht për horoskopin çdo ditë. Na thuj shenjat se jemi në angst. Se këto janë për ne lexojmë horoskopin ditor, ndërsa këto janë në përgjithësi, mund të jetë edhe për 2026-ën kjo lajmi. Jemi në angst, moj. Më hata, mos bëni kështu. Shigjetari. Kemi bosi vetja. Shigjetari. S'na intereso. Që ky vit pritet të sjellë një zim shpirtëror dhe fillime të reja për ta. Pas sfidave që kanë përjetuar, më në fund do ndihen sikur kanë në dorë fatin e tyre. Shumë bukur, bravo. Peshorët. Për vitin 2026 do të jetë periudha e vetdijes, ekuilibrit dhe të vërtetës. Pas disa kohësh pa sigurie dhe mund të themi gjithashtu dhe të dyshuar në gjërat që do bënin, tashmë do gjejnë forcën për të marrë vendime të guximshme. Peshorët, okay. Shqiptari peshorët. Tjetër, ujori. Për ujorët, viti 2026 do jetë viti i rilindjes dhe i qartësisë shpirtërore. Pas një periudhë pa qartësie, ujorët do gjejnë drejtimin e duhur. Domethënë janë shenja që kanë qenë të dyzuara për gjatë 2025-s, nuk kanë qenë të balancuar. Po Elena tha që do ngelim pa punë, Tomi. Po kishte këtë muaj, more, po flasim për 2026-ën. Për që është ka për 2026? Po, erdi. I gona Lenira 2026. Ne i kemi sëtë nga ardhmja. Më erdi një ofertë për një punë, për një live në janar, në fillim janar, mu duk. Ta shumë vitin tjetër, x's vit. Ke folë që ka vajzë këtu pura. Okej, kalem të një tjetër scroll. Jo, po si the të 4-ta. Mi thash. Ishte shigjetari, ujori peshorja. Është dhe një. Është dhe një? Se ishin 4. Ishin 4 apo 3? Ishin 4, si pas titullit. No, vetëm 3 janë. Okej, njëra fuzim nga fore. Ujori, e thamë, Bricjapi, shqiptari. As të Bricjapin, që ka dhe Bricjapi. O, është dhe Bricjapi, se thash Bricjapi? Jo, nuk e thesi ato nga ke Bricjapi. Pas shumë përpjekesh, kam pash këtu, po me iden që e thash. Pas shumë përpjekesh dhe lodhje, më në fund do na vide shpërblimin e. Pas i viti 2026, si për Bricjapët një frymë të re dhe energji pozitive. Do kemi rritje në karrierë, rritje në lek. Në barë 2026. Dijo, kështu nga thonë, do fillim vitin e për Bricjapët, po hajde, po fjasim. Leta manifestojnë. Viti jonë ishte. Po. Se mos, se viti keq për ty 2026. Jo, s'ka që viti keq për mua. Po, e drejt. Duhet ta marrim letimi të mirëshën të gjë që na vjen. Ti marrim më të mirat. Ti jemi mirënjohës në jetë, në gjërat që na vijnë. Eksakt, mirë. Sepse gjërat që ne mund kemi, mund të dëshiroj dikush tjetër. Dhe gjithmonë dikush që dëshiron, po. Jo, është gjithmonë dikush, por realisht... Por gjithmonë. Mirë, Eva Longoria. Kemi Eva Longoria, në cila ka, ka rënë në sy me fustanin e saj, që është gjysëm transparent. Gjysëm. Ala me fustani. Më saktë është fund se sa fustan, mendoj. Jo, më është rrjetë që lartë, është e njëjta copë. Po, lartë ka vesh badin. Ka vesh badin lartë. Po, badi edhe, po, okej. Një dark luksozë në Madrid që ka ngjallur në temi. Si dhe paksa transparent? Gjysmë transparent, se pjesa lartë është mbuluar, mund kishim e dekolten. Mund ta quajmë tyll. Qa do gjysmë transparent? Gjysmë e mbuluar, gjysmë transparente. Gjysmë e trupit, okej. Okej, me një stil të lezetshëm, përgjithsisht to kanë dalë në mod tani, unë Dua Lipën e kam parë shpesh të dalë dhe me këtë lloj veshje. Si kanë ardhur kohët, dikur xhaketat simbolizonin seriozitet. Është një dark luksozë, ta dish. Dark luksozë. Të lutem. Kishte kot veshjeja aty, sa bukur. Me brek. Nuk, përderisa është veshur ashtu do të thotë që nuk ka. Nejsa, jo, ka dalë për shefin e saj dhe mund të vishet si të doj. Por duke qenë se është një personazh i njohur, ka rënë në sy të paparazzëve. Po janë rehat kështu, janë rehat. Po çikeni këto tani mund të vishet si të doj. Po më mirë, sa shikon sa gjata ka xhaketën. S'besoj se mund të jenë bërë në siklet. Po është mjaftueshëm me hapur para. Dikur thonin mbyllë xhaketën të sipër. Sot thonë mbyllë poshtë. Jo, si do që të jetë, është stil, më pëlqen. Tani, ata janë ca vite largë. Pëlqen ty, do ta vishin ndonjëherë? Po. Po! Qyqa! Po t'isha Eva Longoria, po. Në sensin... Sqaroje motor... Po, këtu në Shqipëri, jo, se e diu këtu në Shqipëri na bëjnamin pse veshim një fund shkurtër, po...
Atje po, me stilin që kanë, me llojin e jetesës. Po pse domethënë, okay, why? Jam e bindur që ti s'do kishe problem po të kishe mindsetin. Nuk e kam problem edhe me këtë mindset që kam. Dgjoj. Thjesht duhet kuptoj pse. Dgjoj, goca ndjekin tendenca të modës. Këto janë tendenca deri diku sepse Eva Longoria nuk është personazh vetëm që ka veshur. Ke Rita Orën, ke Dua Lipën, ke shumë artiste. Ti ishte në ndonjë event ku diun hajt më shkon ti se do bësh edhe reklamën e veshjes të X brandi. Po, me shku me hëngur një dark në këtë lloj forme. Dark luksoze, do ta theksojmë dark luksoze. Dark luksoze patjetër, por restorant është tek e fundit. Po që do jetë restorant që ja vetëm celebrities, pra vetëm personazhe. Eva mund të jetë duke reklamuar, dëgjoj, ndodh që her pas here, personazhe reklamojnë veshje që shumë dizajnera i shfaqin në sfilatat e tyre. Rihanna është një ndër to, që shumë veshje që ajo ka në dalje, qoftë në rrugë apo edhe në evente, janë veshje të stilistëve të njohur që i kanë shfaqur në pasarela. Jemi mësuar që edhe në Shqipëri, po edhe jashtë shtetit, në vendet caktuara, në zona që janë zona plazhi, nuk lejohet që në restorantet afër plazhit ti të shkosh me rroba banje. Ka një etik gjatë kohës që ti konsumon drejt dark. Prandaj them që është e papërshtatshme për vendin, ndryshe Eva bëj çfarë. Ajo po ta mbyll xhaketën, e ka fiks në një gjatësi të duhur. Po, e ka zbërthy vetëm për foto thua. Nuk e dim të shi, është Eva Longoria gjithsesi, lekët i xhirojnë asaj. Që lidhje ka, flasim për ca norma, për ca... Mirë, ecim. Shohim çfarë kemi të radhës. Pa që është Eva Longoria, nuk do të thotë që mund dalin në udhë rrugë. Është një diskutim shumë i gjatë nëse ne vazhdojmë. 4 sjellje të pahishme që përmirësojnë shëndetin mendor. Sjellje të pahishme? Çmendurira? Po. Çfarë mund konsiderohet një sjellje e pahishme? Çfarë është tjetër një sjellje e pahishme jotja që të bën ty të ndihesh mirë? Që të rregullon shëndetin mendor. E pahishme ndërkohë. E pahishme, që s'është fort e mirë. Që filloj edhe... Po që për ty është okej. Këndoj rrugëve, ose këndoj makinë, ose bëj ushtrimet e vokalica në makinë, për shumë që janë... Po, edhe njerëzit thonë është mirë djali. Po. Oke, t'ja, the mund cilat janë? Po. Oke, e para, refuzimi i ftesave, pra të mësoni dhe të thoni jo. Nëse ju ftojnë diku dhe nuk keni kohë, nuk keni interes, apo energji për të marrë pjesë një event. Pra mos ta ndjeni atë presionin që shkosh në sikletin. Nuk do më vëlla të shkosh. Jo, faleminderit, ftesën nuk vi dot. Kujt i thua, po nejse. Sepse kjo ndikon në shëndetin tënd mendor, që ti duhet të shkosh në një event që nuk ke as dëshirë, as nerv, as energji. Ti e bën gjithmonë. Jo, shkoj me dëshirë. Ke gjitha, se ke thua asnjëherë asnjëherë, jo. Po ka ca gjëra që duhen ndjekur. Sepse personat që më kanë ftuar janë miq të mi, shumë të afërt. Kam shkuar dhe në... Jo, më kanë ftuar dhe në... Më kanë ftuar dhe në evente njerëz që nuk i kam pasaj shumë të afërt. Thjesht më kanë ftuar, më ka ftesa, ti se kam marrë vesh kurrë sepse unë nuk kam marrë fare ma gjë, i kam thënë... Po ndonjëherë detyrohemi të shkojmë për miqësi, për qoka, sa për të dukur, nëse na ka ardhur do i shkojmë. Sinqeriteti për çështjet financiare, pra të flasim për lekët, në sensin, nëse diçka është buxheti tuaj, mos zburoni ta ndani këtë me miqt. Ka plot mënyra për të festuar me njerëz të dashur, pra u ndjerë nëse ke financiarisht. Pra, e zëm për shembull një udhtim me goca. Okej, ti thua zvisës kam lek. Jo, për shembull nëse mund ta diskutoni gjë, unë nuk i kam mundësi financiare të vit te ky udhtim. Për shembull nuk i kam 1000 euro, kam vetëm futja kot 800-600. Kështu që çfarë do ja bëjmë? Do të thënë, në sensi të flasim për këtë, jo të ndihemi siklet që ty mborxh ne tani se s'kemi për të paguar pushimet që duan një pjesë të shkojnë. Patjetër, ajo themi, nuk e di ai ndihmoj njëra tjetrën përgjithsisht, themi hajtë se po ti ndihmoj unë. Po, kur nuk e flet pastaj. Ai vrit me dhe se keti sponsorin këtu. Kur nuk e flet normalisht e çon nga ana tjetër, pra përkeqëson. Unë mendoj varet nga niveli miqësisë që ke me dikë dhe varet nga tipi, nga natyra. Ka njerëz që nuk duan të shprehin problemet e tyre financiare, se s'duan që njerëzit të mëshirojnë, apo ti thotë që hajde se ti paguaj unë, se ndihen keq në këtë aspekt. Por shiko, që jeni më të mbrojtur nëse i themi. Po. Sepse na ndihmojnë. Tjetër? Po. Dhe shenja, po, me këto teleskopit, dhe visjelja tjetër. Mos disponueshmëria 24 orëshe. Pra, kur ishte hera fundi që keni vendosur telefonin tuaj në mute, apo do not disturb, pra që mos u shqetësoj askush, vetëm sepse mund të jeni të arritshëm, nuk do thotë se duhet jeni gjithmonë në humor, apo për të përgjigjur mesazheve dhe telefonatave. Shumë vërtet. Kufin të kohën tuaj të lirë. Pra, nëse unë
kam një ditë që nuk kam nevat me ramaz gjas me punës me njëre, se shfik telefonin dhe mos më bezdisi njëri. Fiks, gjë e duhet. Kush e bën këtë? Ka që e bëjnë. Shumë pak. Po, ka që e bëjnë, momentet po shumë caktuara e pak. bën. Po edhe të duash ti nuk të lejnë me të marrin telefon ku ishe pse sa hape telefonin, na bëre merak. Shiko, gjithmonë bëj pyetje vetes që çfarë do ndodhi, okay, përveç familjarëve. Çfarë do ndodhi në rast se ti nuk i përgjigjesh një telefonate për një X gjë që mund të kenë marrë, për një punë apo për një. Çfarë ndodh në rast se ti përgjigjesh nesër? Do thush si mund të jetë gjykata. Do të përgjigjesh. Por jo gjithmonë në gjykata. Me këtë kohë që ka ardhur sot, shoh një email, çoj mesazh, mos marr njërin telefon se s'kemi nerva. Okej, dhe fundit, përballja e ndershme me emocionet. Pra, është më mirë të zhgënjesh dikë me një refuzim të sjellshëm se sa të pranosh diçka që të mbi ngarkon emocionalisht dhe shpirtërisht. Po, vërtet, ne bëjmë shumë gabime të tilla. Po. Është vërtet kjo. Ja një titull reflektimi për shëndetin mendor. Po, kjo ishte një titull, domethënë ishte një scrolling komplimenta Kristian. Shumë interesant. I ke bërë ty. Kemi zgjedhur bashkë. Zgjedhur bashkë, po. Është interesant sepse të bën të reflektosh, të bën të kuptosh se ku i ke këto budalli që gabimet. Të kujdesemi për shëndetin tonë mendor. Eci. Duhet i bëjmë disa tema të tilla. Më thënë këto sjellën pëlqen të diskutojmë në një panel, si edhe secili të japi opinionet e tyre se me bindur të ketë opinione shumë të ndryshme, sidomos për ato refuzimet e ftesave. Hajde se kemi dhe për telefonin. Thot Besiana. Kemi tjera, okej, Besiana. Çfarë tregon mënyra se si e dekorojmë shtëpinë për personalitetin tënd, timin, të tjerit, të Rominës? Mua më pëlqen stili boho për shembull, unë vdes për shumë bim. Shumë bim brenda në shtëpi. Stili boho ka të bëjë me ngjyrat e forta, me kontrastet e portokallisë, bluz, panës. Të fotoja për shembull mua më jep shumë paqe, më pëlqen. Po unë përsëri mendoj që ka nevojë për ngjyrë. Është minimaliste, po. Jo, unë i kam qef ngjyrat minimaliste sepse tregon është e pastër, nuk ka çuj rrumuj, edhe mbi gjithashtu më e lehtë për tu pastruar. Okej, Ty pëlqen kjo? Po. Okej. Si e shile? Po, janë me këto kontrastet e ngjyrave me shumë bim brenda dekorit të shtëpisë. Po, e ke thënë ti që pëlqen edhe me paterne, me ngjyrat lezetshme, domethënë teksturat e tjera. Interesant është. Duhet ta dini që edhe shtëpia është pasqyrë e shpirtit. Psikologët thonë se mënyra se si zgjedhim të dekorojmë hapësirën tonë tregon shumë për personalitetin dhe gjendjen tonë emocionale. Të detajet, mënyrat e organizimit, ndriçimi, janë shenja të brendshme të personalitetit. Kështu që le të shikojmë pak. Interesant. Ti tjerë si të pëlqen dekori i shtëpisë? Me thënë drejtën, më pëlqen të ma bëj arkitekti. Po, ke preferenca? Kur bëhet fjalë për në ngjyra në arredime. Më pëlqen shumë ngjyra, nuk e di si quhet ajo Kristian ngjyra që më pëlqen mua. I di si jeshilës dhe bluz. Gurkale. Gurkale, po. Diçka e tillë, gurkale më pëlqen shumë. Duket shumë ngrohtë, shumë e përshtatshme për shtëpi. Por që kemi edhe një koment për këto. Ngjyrat neutrale dhe tonet pastel tregojnë një natyrë të qetë dhe harmonike. Ndërsa ata që e mbushin shtëpinë me bim, dritë natyrale dhe element ndruri kërkojnë balancë mbi natyrën dhe ndjesi sigurie. Nuk e di, unë në fakt si njeri më pëlqen shumë ta kem. Është me periudha, ka periudha që më pëlqen në këtë lloj forme ta kem shtëpinë, ka periudha që më pëlqen të jetë shumë klas, pra të jetë midis ngjyrave të bardha, të zeza dhe gri. Problem kena me një lloj mozaiku, po më pëlqen ndonjëherë të jetë ai klasi i nuk e di. Mua më pëlqen ta shoh në foto, po në shtëpi e dua super komode, me super ngjyra, ngjyrat e lezetshme. Jo, minimaliste në këto renditë, thjesht mbase muri mund të jetë i zi, mund të jetë pjesa krevatit, mund të jetë tapeti, këto ngjyrat vërtet. Aktualisht salloni i shtëpisë time është kthyer në një kopësht botanik. Në tavolinën e sallonit unë nuk kam vend, nuk është bosh tavolina ime, është vetëm me lule, është me shumë bim. Mund të jenë rreth 15 bim në tavolinë. Jo, më di që është shumë mirë të mbash shumë lule në shtëpi. Është shumë mirë. Jo, është mirë? Vetëm në dhomën e gjumit nuk është rekomanduar të mbahen, për shkak të lëshimit të dioksidit karbonit gjatë natës, nuk është rekomanduar, po në sallon është gjë shumë e mirë. Po. Jo, po të mbash shumë siç mban Romina, të kjo e kam unë. Nuk duhet mbi ngarkuar pra ambienti. Mund t'i mbajmë jashtë në balkon, po në shtëpi. Për njerëzit që dashurojnë lulet, kur nuk është mjaftueshëm. As të keqen. Ecim. Okej. Kemi në një gjë tjetër apo e mbyllim? Shojmë dhe një të fundit, kam përshtypjen? Kemi në një të fundit.
Okej, si ta refreskoni trurin vetëm në 10 minuta? Ne dikur na thoshin që duhet të shohësh pak jeshillëk, pak natyrë. Po, një shëtitje shkurtër në ajër të pastër, frymëmarrja e vetëdijshme, meditimi lehtë ose dëgjimi muzikës relaksuese, gjë që unë e bëj. Janë teknika që rikthejnë qetësinë mendore. Edhe mbyllja e syve për disa minuta ndihmon në fokusimin dhe ndjesitë e trupit, edhe ndihmon dhe trupin që trurin që akull është aty. Jo, kjo nuk është, por unë përgjithsisht e bëj, me jep një lloj freskie, më shumë e kam pas pjesës së qafës dhe ndjej një freski, po kjo me vibrimin, pra janë disa vibrime tipike, specifike për këtë ndjesinë e relaksit, tingujt, edhe ato i përdor shpesh, ato më pëlqejnë, përgjithsisht më ndodh që i përdor po, ato kanë ndikim dhe në tru, faktikisht janë të vërtetuara. Meditimi pastaj, mendoj ky meditimi shkurtër është pak i vështirë për të hyrë në proces. Kena tentu herë me Krisen me meditu. Po. Ne kam qeshme të dyja, si. Jo, unë vetëm e bëj, po me tjerë nuk po e bëja dot, më vinte për të qeshur. Po ç'bën vetë mama? Vete kam tentuar dhe nuk se kam qeshur me vetën së diçka. Me dikë tjetër qeshur. Qeshte me mu se unë po bëja instruktorin. Edhe pa në qeshte. Po ç'to desh më. Po ja, unë kisha kohë partikuar, kisha metoda që i ndiqja. Edhe thjesht po e përktheja, se unë e kisha në kupim, apo jo, nuk e kisha për në kupim. Thjesht mbaja mend ato stepsat, hapat. Edhe ja përktheja dhe këtë kapte e qeshme. E po tani, edhe mua ashtu por që edhe kur të kape qeshme funksionon, se është një lloj meditimi. Qesh, okej, krijon heq mendjen nga. Unë duar, më jam shumë kurioze dhe do ta provoj një herë të shkoj në një seancë meditimi, dhe të hyj në një meditim të thellë. Ku më çon? Jam shumë kurioze të provoj. Unë kam provuar një seancë të tillë meditimi edhe me aroma ndërkohë, në një seancë, në një klasë edhe me të tjerë, ku njerëz shprehin emocionet e tyre edhe duke qarë. Unë kam qenë dëshmitare e kësaj gjës. Vetë nuk kam hyrë në gjendje. Dhe sipas instruktores, ka thënë që nuk ndodh me herën e parë. Duhet të jesh ti në gjendjen e dur, duhet të thoya Krisës që nuk mund të shpresosh dot që të futesh në një meditim të thellë me të parën apo me Okej, disa herë do të provuar, po ideja domethënë çfarë ndjesie ti jep. Ajo është ndjesie e jashtëzakonshme, është përjetim i jashtëzakonshëm, çdo. Okej, mirë. Është scrolling. Po, hajde, kemi këngët. Kemi qenë këngë. Gjej këngën, po. Një këngët. Ta ishte e djeshmja. She makes me feel the way you're making me feel. A little turn me on. Michael Jackson. Po si era titullin? The way you make me feel. Michael Jackson. The way you make me feel. You really turn me on. You knock me up on my feet now, baby. My lonely days are gone. Go, girl. Dhe ktheu rock. Mirë, shohim çka kemi sot. Sot kemi pushim, pak nuk kemi sjell asnjë gjë. Atëherë, nëse ke pushim, kemi recetën e mirë. Po. Nëse ti nuk i zgjedh këngët vet, ne fillojmë me preferencat tonë që mund të këndoj. Ja, se i zgjolla. Se pa muzikë nuk e lëm. Do ta ish sigurt. Na 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 na. Atë natjo. Fiori? Po është në një këngëtar tjetër. Harrova emrin e tij, është artist i madh. Tarara. Tarara. Sa vite do kalojnë. Sa vite do kalojnë. Është Korçar. Atë natjo se harroj. A mos e rëstisht e Mos të na vjen, më bu. Emri i artistit. Se Flori ka fshi dhe Mi Allah që Andrea dhe Flor Momajesi. Titulli është Ta dish ç'shpesoj kjo zëmër. Ta dish ç'shpesoj kjo zemër, do ta luaj në gitar. Po s'na erdhi, mos na erdhi. Po shumë e bukur. Do ta luash pak? Jo. Mirë. E kënduam pra? E më mirë. E dyta. Tarara. O moj ti me sytë e zi. Po pra. Po s'më erdhe do të do vi një gjë tillë. Po se di ku se këndon. Jo, fare.
Nuk po e gjejmë dot tjerë, në ndihmo. Sabri Fezullau, ti me sytë të zi. Wow. Ka kënduar edhe si dritë Beleri. Në ka kënduar edhe si driti, pa ka kopër se të parën e ka bërë Sabri Fezullau. Okej. Atëherë Janë Sabri. këngë të vjetra pa këto. E fundit për publikun. Bëjmë mend shumë. E fundit për publikun. Si ta bëjmë unë të të në? E do nga ne. Gati. Tararara, tarataratatata. Tararara, tararara. Pararara, papaparata. Tararara, tararara. Tararara, tararara. Nice. Më të letën gjemë për publikun. Po, pra. Mirë. Jo, si ko, du të distoj se... Është shumë i bukur këtë Kjo qëmi që e është këndon. një këngë që i përket një brezi... Brezi më ta. të zgjuar. Një brezi më të... Më të këngë jam rritë, për shembull, e di. Po, mirë, ti e ke dëgjuar për i motrës, se motra është brezi me ne. Pra, po, kam parë dhe më televizor. E më, po kjo shumë ka shumë kohë, Ka Kris. dalë kjo kënga, kam që diku të 5-6 vjeç, 6 vjeç. Okej, po. Kështu që unë kam të fiksuar, pra po më Mirë, okej, gjoja. po edhe ti bëm E ke pjesë. dëgjuar dhe më po. Po kam thënë jam që gjysmë millennium, unë gjysmë Gen Z, jam I know, shumë. Kjo nga që ke motrat në shtëpi dhe ke Po, marrë nga po, to. po, ke drejt. E drejt, po. Kështu që Kështu që... Welcome to the group. Yeah. Yes, so team. Për feeling gjitha like ata 30. që kanë lindë pak më vonë, Jeni shumë të vegjël për të faqe. Në të ngesh thot pasjeni vllai? për këtë rubrikë. qatë të vllaj. Okej, mirë. Bëjmë një pauzë shumë të shkurtë publicitare, sepse studio do të shndrohet pas pak Me në një dyje. sfilat me kalamajat tonë të Me vegjël. 2 tucat Me vegjël. 2 tuca. Po. Ikë.